Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi të ftuar avokatin Eduard Mullaraj për të folur për disa tematika që janë një kompleks tematikash, por që lidhen me realitetin shqiptar. E para dhe jo më pak e rëndësishme ka të bëjë me sigurinë e burgje, me të burgosurit, të drejtat e tyre dhe si po veprohet me ta. Avokat, në pikë së pari, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Sa i takon edhe të burgosurve, ne e përmendëm paksa në kryet e herës në hapjen e podcastit, si qëndrojnë të drejtat e tyre, si drejtojnë ato në përburgje, sa ko janë vizitat, çfarë ata bëjnë në këto ambiente ku nuk kanë kontakte me shumë njerëz nga jashtë, ushqimet janë të kufizuara, ju keni kontakte të vazhdueshme për shkak të profesionit tuaj, apo jo? Faleminderit. Atëherë, problemet në burgje janë të mbarsura ndër vite dhe janë nga problematikat më të mprehta që mund të themi për sa i përket çështjeve atyre vuajtësve në këto burgje. Thema është mbarsur sepse të gjitha burgjet shqiptare, duke hequr burgun e Fierit, të gjitha dhe atë të Shkodrës, burgje e tjera janë të gjitha të amortizuara totalisht të tosha, si nga ana e muraturës, ashtu dhe nga akomodimi i brendshëm që është jo për dëshiruar, por është për të vënë alarmin. Pavarësisht se institucionet tona nuk duan të shohin se si janë kushtet pa u futur pastaj në problemet higjienike të këtyre burgjeve, pa u futur pastaj në akomodimin e brendshëm të këtyre burgjeve, pa u futur në shërbimin ushqimor, social, e shumë probleme tjera të cilat i ka Konventa e Drejtave të Njeriut. Ai që është i dënuar për një vepër penale, por jo i dënuar për jetën e tij. Do thosha nuk është i dënuar për jetën e tij sepse problematika në burg është e jashtëzakonshme. Do thosha që po ta marrim që në fillim ke familjarët që vjen për t'i takuar. Kushtet janë mizerabël. Unë vetëm për të takuar një të dënuar atje, nuk ka stol për të ulur, nuk ka tavolin për të qëndruar dhe nuk ka ambient për të bashkëbiseduar me klientin tim. Këto janë elemente e para të prezantimit të një burgu. Pa kaluar më tutje pasaj që higjiena, ushqimi, qëndrimi në Biruc dhe shumë elemente të tjerë që i kemi, sepse unë kam klient me burgim të përjetshëm, kam klient me burgime të përkohshme, pra që thosha me 5 vjet, me 10 vjet deri në 20 vjet, kështu që i kam parë burgjet si të Burdelit, si të Tiranës, si të Fierit, si të Turrësit, e tjerë me radhë, të Lezhës, që lënë mjaft për dëshiruar. Fillon që ka ambienti, që ke porta për jashta, që akoma nuk kanë sy për të parë ta titullar, ta drejtues të burgjeve dhe të Ministrisë të Drejtësisë, për të ndryshuar, pavarësisht se fondet janë pa mas, për të ndryshuar prezantimin të një qendre të edukimit, sepse ne i themi qendër edukimit dhe riedukimit të veprave penale. Do të thotë që ky burgosur vetë atje për të vuajtur atë shkelje të ligjit, për të edukuar për mënyrën e zbatimit të ligjit dhe për të dalë pasaj për të futur në shoqëri, për të riintegruar përsëri në shoqëri. Kjo është mjaft e rëndë në këto burgje. Drejtorët e burgjeve ndrohen vazhdimisht, por asnjëri nuk ka sy dhe vesh as të dëgjoj dhe as të shikoj se si janë kushtet në burgje. Do thotë që të vej avokati në burg për ta
takuar klientit, mos të ketë dhomën e takimit, mos të ketë stol ku tulet, ose karike, mos të ketë një tavolinë ku të qëndroj dhe të bisedoj me klientin e ti, kjo është më alarmantja dhe më elementarja për një shërbim në një qendër edukimi ose riedukimi si duam mund të bëjmë. Pjesa e dytë që ka të bëj, sepse ne ligjet i ndryshojmë, rregullorët i ndryshojmë si duam, por kur vemi tek pjesa më e ndjeshme që ka një i burgosur. Po të shikosh për jashtë në ambientet jashtë rrethimit të burgut, do të shikosh që familjarët janë në rresht, me thasët, mos të me qese, po me thasë, me ushqime, për të arquar pjesarit tyre të familjes, sepse shteti nuk është në gjendje të japi dhe ushqimin. Kur them nuk është në gjendje të japi ushqimin, është gjëja më alarmante, do thosha për të ngritur dhe për të unë do të kërkoja që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ose do thosha Komiteti i Helsinkit së bashku me Avokatin e Popullit duhet të bëjnë një audit të brendshëm, të kontrollojnë se si ushqehen ta të burgosur ose të paraburgosur. Si trajtojnë këta, çfarë kushte kanë dhe cilat janë ato forma të edukimit dhe të riedukimit të këtyre burgosve. Gjë që lëm jap për dëshiruar. Pa llogaritur pastaj pjesë të tjera të higjienës, ajrosjen, pa llogaritur këtu edukimin për të vajtur për studiuar në një bibliotekë, për pa një libër për të lexuar e pa që nuk çohet ndërmend kjo pjesë, pra ne vetë e degradojmë atë që ka shkelur ligjin. E degradojmë deri në mënyrën më ekstreme të mundshme, duke mos i dhënë asnjë mundësi, asnjë alternativë që ky të bëhet pjesë e shoqërisë tonë. Në momentin që futesh burg, je i destinuar të jesh i jashtë shoqërisë, të jesh jashtë edukimit, të jesh jashtë integrimit të shoqërisë dhe kur del je një qenie vetëm kufomje që merr frymë se për gjë tjetër në të shoqëri nuk mund të jesh, sepse ke ngelur mbrapa në të gjitha aspektet e kësaj shoqërie, duke filluar që nga mënyra e ushqimit, kujdesi shëndetësor dhe duke dalë pastaj tek fjetja, tek kushtet e tjera për tu edukuar dhe për tu argëtuar në brenda një qendër riedukimi të veprave penale. Avokat, si është përballja e një të burgosuri me ambientet e burgut? Shpesh prej tyre a përballen në një kohë të shkurtër ose afatgjatë me probleme të shëndetit mendor? Si rezulton nga kontakti juaj? Unë do të thosha që përballja e një të dënuari që në momentin e parë është drastike, ndryshimi ndërmjet një ambientit të shtëpisë me ambientin e burgut. Muret janë me lagështirë, muret janë të amortizuara, muret janë pa lyer. Do thosha ambienti brenda është mjaft i rënd. Nëse futesh në burg, do thosha që edhe ata gardian të burgut vuajt. Janë futur në burgun e Peqinit dhe kam parë që është mjaft e rënd era brenda në burgun e Peqinit. Janë futur në burgun e Shënkollit dhe kam parë që era është mjaft e rënd. Janë futur në burgun e Tiranës 302-shit dhe era është mjaft e rënd në për ato korridoret kur shkon për takuar të klientit tënd. Është një gjendje skandaloze që nuk e di, nuk kanë sy ta shohin ta drejtues të qoftë Ministrisë Drejtësisë dhe qoftë edhe të Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve. Janë ambientuar me këto kushte, janë ambientuar me këtë situatë dhe ju duket
ndofta komode nëse pavarësisht se jetojmë në shekullit dhe 21 dhe burgjet tona janë të shekullit 19 dhe 18, do thoshe që këta drejtues policie të burgjeve janë ambientuar këto kushte, nuk ju bën përshtypje dhe në kushte të tilla janë edhe favorizuese për korrupsionin pasaj brenda burgjeve, sepse korrupsioni ka të bëjë me pjesën e transferimit nga një burg në një burg dhe të akomodimit brenda sipas grupeve A-ja, B-ja, C-ja, sektorëve që janë, sepse një pjesë mund të jenë për shkak të korrupsionit dhe vjedhjes është bërë një investim sa për të thënë dhe pjesa tjetër ka ngelur e pa investuar. Të thash, është gjëja më skandaloze që mos kesh dhomë takimi ndërmjet të burgosurit, ndërmjet klientit tënd dhe avokatit. Avokati trajtohet sikur është një i paraburgosur, i cili jo vetëm që kontrollohet dhe diskriminohet në gjithë anët, por dhe në takim me klientin e tij, gardiani do t'i ri aty dobikëqyri dhe bisedë. Dhe her pas here ne i themi që mundohu të largohesh pak i nderuar polic, sepse unë kam konfidenciale takimin me të burgosurit, dhe ai e merr sikur unë kam një inat personal me atën, dhe fillon ajo mëria, inati personal, hakmarrje që e kemi ne shqiptar, pastaj fillon dhe transmetohet tek gjithë struktura e policisë të burgut dhe deri tek dera pasaj që mund të të lëm pasaj, erdhi ky, po, do ta lëm një orë të presi, me pretendimin gjoja se nuk ka vende për të biseduar me klientin, e tjera, pasaj forma nga më ndryshme të diskriminimit, vetëm për të nënshtruar avokatin, ashtu si që kanë nështruar dhe kanë përdosur dhe atë të dënuarin që është atje brenda, duan të përdosin dhe të diskriminojnë edhe avokatin, me qëllim që dhe ky mos flasi më për kushtet, për situatën, për gjendjen alarmante në këto burgje, dhe të heshti dhe këta të pasurohen një pjesë e këtyre gardianëve të burgjeve, qoftë me ndryshime, me transferime, po qoftë edhe me kontrollet që ju bëjnë në zbatim të ligjit këtyre të burgosurve. Ai që është dënuar e di dënimin e tij, ti mund ta trajtosh atë në disa kënde të mënyrave, por jo ta diskriminosh atë. Diskriminimi ai e ka bërë vetes me shkeljen e ligjit. Por nëse ai e ka shkelur ligjin, nuk mundet që ti ta përdosësh më tepër atë, ti heqësh dignitetin dhe personalitetin. Pra këto janë problemet që kanë burgjet, pastaj pjesa më e rëndë do të thosha unë është pjesa e mungesës të normës ushqimore që kanë këta të burgosur brenda. Sobëzimi ose elementet e paksimit të normës ushqimore janë edhe një formë tjetër e diskriminimit, e cila i detyron familjarët pasaj që të prishin të gjithat buxhet të familjes, për t'i çuar pjesëtarit tyre të familjes bukën, që është elementi kryesor, dhe ushqimet e tjera të cilat nuk ja plotëson dot institucioni. Dhe pse e ka mbajtur e mban atje brenda, nuk i plotëson asnjë nga kushtet më elementare, që është ushqimi e pari. Pari është ushqimi që duhet kontrolluar, qoftë nga ana e normës, qoftë nga ana cilësore dhe sasiore. Qartë, avokat, për të ndarur edhe në tematika të tjera, ju e keni ndjekur që javët e fundit ka pasur një sër aksionesh nga policia e shtetit sa i takon call centerave, janë, le të themi, subjekte që operojnë në Tiranë kryesisht, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë në forma mashtrimi me shtetas të huaj. Si e gjykoni ju këtë aksion dhe në çfarë mase është mashtrimi që kanë bërë këta
këta qytetarë, këta persona, këta shtetas ndaj shtetasve të huaj? Shiko, aktiviteti i call centerave që lulëzoi si këpurdhat në Shqipëri, ishte një aktivitet i cili më shumë ishte mashtrus, shpërdorus, se sa ishte një komunikim për shërbime tjera. Avokat, po fakti që në këtë skandal është përfshirë dhe një kompani celulare siç është Huani në mënyrë të tërthort, që të drejt për drejt, pra po zbulohet nga hetimet e përfshirja e kësaj kompanie, çfarë tregon? Çfarë lloj treguesi është, duke qenë se është një nga kompanitë që shqiptarët e preferojnë më së tepërmi, një nga dy që operojnë në Shqipëri? Shiko, të dyja kompanitë që operojnë në Shqipëri, sot janë kompani që janë majmur në mënyrë të kundërligjshme, do thosha, janë majmur jashtëzakonisht shumë. Dhe nuk llogarisin më asnjë lloj institucioni dhe shqiptar. Do thosha nuk llogarisin asnjë nga institucionet shqiptare sepse nuk ka fuqi tatime që të vend të kontrollojnë Huanin. Nuk ka fuqi inspektoriati i punës të vend të kontrollojë Huanin. Nuk ka fuqi inspektoriati hetimor të vend të kontrollojë Huanin. Pse e them të? Sepse këta i kanë bërë ligjet dhe i bëjnë në rregullat ashtu si duan këta dhe janë majmur në mënyrë gjikande, do thosha, dhe i mbyllën gjitha nëpërmjet një korrupsioni. Pra është një baraspesh ndërmjet një shtetasi rrogtar që me rrogën ke shtetaj me një që punon ke Huani që e mbyt me një pagesë, sepse pa pasur dy subjekte nuk mund të ushtrojë aktivitet i kundërligjshëm në Shqipëri. Por Huani e ka parë se ka një lidhje ndërmjet Huanit dhe shtetit që ka gjetur mundësinë për të pasuruar dhe në këtë mënyrë të kundërligjshme, përveç atyre shërbimeve që Huani ka të deklaruara brenda shërbimit të vet telefonik, celular dhe internetit, ka filluar të vjedhë dhe në këtë kuadër sepse si duket ka gjetur mbrojtje tek shteti dhe duke gjetur mbrojtje tek shteti dhe duke bashkëpunuar me një shtet i cili ka një pjesë mjaft të korruptuar brenda vetes, parim që të ushtrohet një aktivitet i kundërligjshëm dhe t'i vihet një njollë e zezë shtetit shqiptar për shkak të korrupsionit, vjedhjes në nivele mjaft të larta dhe duke goditur dhe duke rënë pre një pjesë e shoqërisë europiane e cila është e ndershme dhe punon me djesë balli dhe në këto kushte i vidhet e gjithë pasuria. Këto janë skema që ne vetëm në këto vende si Shqipëria që ka një korrupsion mjaft të madh dhe ku nuk duan të ndërtojnë institucionet e tyre kushtetuese në kushte ligjore, do thosha në kushtet e vlerave njerëzore, do thosha në kushtet e një konkurrence të ndershme të demokracisë, vetëm atëherë ne do të ndryshojmë faqen e shoqërisë tonë dhe do luftohet dhe korrupsioni. Por në kushtet kur gjithçka është e varur nga 2-3 veta, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër e drejtojnë shtetin, do të thotë që problemet janë të jashtëzakonshme dhe korrupsioni sa vjen e shtohet më tepër dhe jo më se paksohet ky lloj korrupsioni. Huani është një nga kompanitë që ka hyrë që në fillim tek neve, që në vitet 95-96 dhe që atëherë çdo lloj norme, çdo lloj problematike që mund të lindi me Huanin, qytetari është i pafuqishëm për ta zgjidhur. Dhe në rrugë ligjore dhe në rrugë private, sepse nuk është në gjendje që të marrë atë që i takon, pasi pjesa e ndërtuar brenda është
një pjesë që është bashkëpunim me strukturat e larta të shtetit, të korruptuara dhe të mbrojtura nga ky shtet. Pra dhe tativet e mbrojnë UAN-in në një mënyrë ose një tjetër, ose për të më mirë dhe shërbimi i frekuencave e mbron UAN-in në zhvillimin e aktivitetit të tij. Ashtu siç është drejtoria e frekuencave dhe agjencia e frekuencave, ashtu është edhe tativet të cilat e mbrojnë të kompani të shërbimit telefonik, duke pjesët tyre të majme të korrupsionit dhe të vjedhjes. Dhe një pyetje të fundit, avokat, që lidhet me skortat, po ashtu e palishme është operimi i tyre, janë në masë të madhe në Tiranë nga shtete të ndryshme, edhe nga Kosova kemi, por edhe nga shtete të ndryshme evropiane dhe nga Amerika Latine, që ndodhen në kryeqytetin shqiptar dhe le të themi ushtrojnë këtë lloj veprimtarie. Sa e palishme është kjo dhe në çfarë mase ndodhet në Shqipëri? Në Shqipëri pjesa e skortave akoma nuk është rregulluar me ligj të veçantë. Ne kemi një vakum të madh ke ligji shqiptar për sa i përket shërbimit e eskortave. Eskortat i kemi në dy forma dhe mënyra. I kemi në formën e parë që për të mbrojtur personalitetet shtetërore, dhe pjesën e dytë e kemi në shërbimin privat. Në shërbimin privat, pjesa e eskortave nuk është rregulluar me një ligj të veçantë. E para dhe e dyta, shërbimet private që kryen këtu nëpërmjet këtyre eskortave janë edhe këto një problematikë dhe një korrupsion i madh. Asnjë eskort nuk mund të lejohet me armatim ose në pjesë të tjera të shërbimeve që kryen për arsye nga më të ndryshmet, sepse këtu ka lulëzuar mjaft edhe prostitucionin ndërmjet tyre eskortave, ku shërbehet qoftë në Tiranë edhe në përrethje, po më shumë është në pjesën e jugut sesa në pjesën e veriut. Do thosha pjesën e jugut sepse aty frekuentohen më tepër edhe pjesa bregdetare, e cila duke qenë se frekuentohet shumë në atuaj, aty ka dhe eskorta të ndryshme, të cilat duke shteti ose drejtoria e policisë duke qenë e pafuqishme për t'i ndaluar të eskorta dhe për t'i kontrolluar të eskorta, të cilat janë të palicencuara në vendin tonë, ushtrojnë një aktivitet të kundërligjshëm. Por paaftësia, mungesa e disiplinës, mungesa e zbatimit të ligjit i mundson këtyre eskortave që të ushtrojnë aktivitetin në gjithë territorin e Shqipërisë. Drejtoritë e policisë janë të pafuqishme për t'i ndaluar këto eskorta, sepse këto eskorta janë të lidhura me shumë fije lartë dhe qarkullojnë një sasi të madhe të lekut, të korrupsionit, dhe si të tilla thyejnë edhe këto strukturat policisë, të cilat mund t'i ndalojnë për momentin, por pastaj liron gjykata. Pra gjithçka vjen nga sistemi i drejtësisë. Atje ku kemi një sistem drejtësie mjaft të dobët, do të thosha sot, të shkatruar totalisht, do të thosha me plot goje, sistemi i drejtësisë, aty lulëzojnë të gjitha fenomenet negative që mund të jenë mbi rrugë toksor në një vend. Nëse do të kishim një sistem drejtësie aktiv, dinamik, të fortë dhe shumë të shpejt, atëherë do të kishim edhe një ndalim të korrupsionit dhe të ushtrimit të aktiviteteve të kundërligjshme që krijohen në këtë vend. Pa llogaritur pasaj edhe sepse kuptohet drejtësia është e lidhur me gjykatat dhe me ligjin, me kodet përkatëse. Kodet tona janë, kuptohet që ka dhe ato problematikët e tyre, dhe gjithçka pasaj është e lidhur zixhir,
dhe ushtrimi i aktivitetit në mënyrë kontrarishme është e lidhur me zinxhir me duke parë kodet tona, duke parë sistemin e drejtësisë, duke parë punonjësit e policisë dhe duke parë gjithçka në këtë vend. Avokat, faleminderit shumë për këtë komunikim dhe faleminderit shumë për këtë intervistë dhe gjithë detajet që ju treguat në këtë kompleks tematike që ne diskutuam ditën e sotme. Faleminderit juve.